Në dorë kam një faturë të rrymes. Merrni edhe ju t'juajën edhe këshirni këto gjëra. Në një faturë që i ka ardhur një qytetar që na ka raportuar neve, i cili është shumë i kujdesshëm për tarifën e lirë. Pra, prej atë që nis nga ora 11 e natës, aty i përdor të gjitha pajisjet e shtrenjta, pra që ato që harxojnë rrymë, që janë më të shtrenjta për t'i përdorur, si bojleri, makina e larjes, e mjetet tjera, pra edhe larjen e enëve, të gjitha i ka bërë nga ora 23. Por, kur e ka marrë faturën, prej kohësh e ka vrejtur se më shumë i vinin me të shtrejt se sa me të lirë. Por qysh i ka ndodhë kjo? Qysh ka ndodhë që më shumë i ardhë me të shtrejt se sa me të lirë, ndërkohë që përdorimin më të madhë e ka pas gjatë kohës kur është me të lirë. Problemi është e ora. Në orën 11 të natës, kur logjikisht ose zyrtarisht duhet të nisë ora me të lirë, pra tarifa e lirë, në orën e qytetarit që nga ka përtuar neve, figuron ora 10:20 e diçka e ditës. Pra e ka orën krejtësisht mrapsht. Ndërkohë që në kohën e ditës, kur ata kanë provuar të ruajnë rrymen, pasi është menduar se është tarifa e lirë, atyre u ka figuruar ora 23 e diçka. Pra, në vend se të ishte 11 gjatë ditës, ka qenë 23. Ndërkohë që gjatë orës 23, kur nis tarifa e lirë zyrtarisht, aty ka figuruar ora 10. Kështu që ka harxuar me të shtrenjtë. Në faturë i ka dalë se ka harxuar më shumë me të shtrenjtë, duke menduar se harxhonte me të lirë. Ne kemi shkuar tek ora e këtij zotriu dhe kemi pra fiks në orën 12:37 minuta kemi qenë aty, ndërkohë që ora ka figuruar 23:29 minuta. Pra, e shihni edhe ju vetë, ende është ditë, kamera e fokuson dritare që është ditë, ndërkohë që në orën e rrymes fokuson orën mbrëmjes, 23:29. Çka ka ndodhur këtu? Qytetari ka shkuar dhe e ka pa orën, e ka përcjellur disa ditë dhe e ka vërejtur se këtu ka një defekt, për të mos thënë vjedhje. Tek xhepi i tij ka rezultuar vjedhje, ndonse ky mund të jetë defekt teknik. Por i ka pyetur edhe komshinët e tij dhe i ka parë edhe orat e disa prej tyre janë në të njëjtën gjendje. Pra, kur nis ora e lirë, kur ata besojnë se nis ora e lirë, ora e tyre faturon me të shtrenjtë. Dhe e kundërta, kur ata mundohen të kursejnë rrymë gjatë ditës, kur është tarifa e shtrenjtë, në fakt është tarifa e lirë, gjatë të cilën kohë ata nuk e shfrytëzojnë. Por ai ka thënë se do të padisë edhe kecin, pasi beson që është dëmtuar qindra mbase edhe mijëra euro me këtë problem, pasi thotë se faturat e rrymës i kanë ardhur kryesisht të larta, ndërkohë që konsumin është munduar ta bëj kryesisht gjatë kohës kur tarifat janë të lira. Duhet kujtojmë se tarifat dallojnë goxha shumë në çmim. Tarifa e lirë është 3,88 €, ndërkohë që tarifa e shtrenjtë është 9,05 €. Pra, duke menduar se ai po shpenzon rrymë që kushton 3,88 për kilovat, ai ka shpenzuar rrymë që kushton mbi 9 euro për kilovat. Kështu, edhe ju testoni orët tuaja, shikoni, apo përputhen me kohën, kur po i shikoni ato, sepse duhet të figuroj, pasi orët janë digjitale. Pastaj na shkruani dhe ne do të merremi me këtë rast, derisa të zbulojmë në fund nëse kjo ka qenë një lëshim teknik që ka ndodhur te shumë qytetarë, apo ishte diçka e qëllimshme.